ftuar në një emision ka qenë ish konkurrentja Livia Brunga. Ajo ka treguar më shumë detaje nga rrugtimi i saj dhe eksperjenca në këtë format. Livia gjithashtu ka dhënë mendimin e saj në lidhje me situatat e ndodhura deri më tani dhe jo vetëm kaq. Kur u pyet në lidhje me jetën e saj personale nëse është single apo në një lidhje, Livia u përgjigj duke thënë: "Në këtë moment nuk kam sy për askënd, po merrem vetëm me veten time. Unë kam qenë lidhur deri vonë dhe nuk më ngacmonin çunat as pak. Po mendoj për veten, jam single, po merrem me veten time. Fokusi është vetëm tek Livia." E pyetur se nëse pas daljes është takuar me Mevlanin, ajo kishte këtë përgjigje: "Kemi folur, mund të them që kemi folur. Nuk do të them më shumë, por ne kemi pasur mundësi që të flasim. Kemi respekt për njëri tjetrin, kemi arritur në këtë pikë dhe mendoj që kjo është gjëja më e shëndetshme mes dy njerëzve që janë dashur shumë. Kaq mund të them", tha Livia duke sqaruar paksa fansat e saj. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.